Ëmbëlsia duket se nuk ka fund ditën e sotme në profilin e fenomenit shkodran Louis Ailey. Ai ka dhuruar një sër ndjesish pozitive lidhur me një foto që ka publikuar pak më parë në profilin e tij Instagram. Sigurisht me të ndodhet edhe bebushja e tij e adhurueshme Luna Mari, e cila ka marrë gjithashtu vëmendjen e të kujdo që e ka parë postimin e babit të saj. Ata sot kanë bërë një xhiro në qendrën e Tiranës dhe kanë ndaluar në një vend ku po zhvillohet një aktivitet kulturor. Fotoja që ai ka publikuar duket se ka marrë dhe po vazhdon të marrë shumë reagime të njëpasnjëshme. Në pamjet e publikuara nga vetë ai shkodrani i zemrës, Louis Ailey shfaqet i ulur përpara baterisë me lunën në preher, ndërsa të dy duken të qeshur dhe shumë të lidhur me njëri tjetrin. Vogëlushja Luna Mari shfaqet e veshur me një kostum të bardhë dhe roz, ajo duket kurioze dhe e lumtur pranë babait të saj. Ndërkohë Louisi shihet i thjeshtë dhe i buzëqeshur, duke përjetuar një moment të veçantë me thesarin e familjes së tij. Në sfondin e postimit dëgjohet kënga e famshme e Phil Collins, që i jep edhe më shumë emocion dhe ndjesi të veçantë këtij çasti kaq të bukur. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tij kanë reaguar menjëherë, por sa e kanë parë edhe këtë videon dhe kanë vërshuar me shumë komente dhe mesazhe kundrejt Louisit dhe vogëlushes Luna Mari, e cila me shprehime e fytyrës së saj ka rrëmbyer vëmendjen e të gjithëve dhe ka përcjell pafund emocione të bukura. Ky moment i kapur në foto është pritur me shumë dashuri nga ndjekësit e tij, të cilët shpesh e vlerësojnë fenomenin shkodran Louis Ailey jo vetëm për talentin dhe karizmën e tij në skenë, por edhe për rolin e tij si baba i përkushtuar. Louisi dhe Luna Mari duket se kanë shijuar një pasdite të qetë dhe të bukur në qytet, duke dhuruar edhe një moment të thjeshtë, por shumë të vlefshëm për ndjekësit që i ndjekin me dashuri çdo ditë. Ndërkohë fotoja që shkodrani i zemrës ka publikuar po bën namin në rrjetet sociale dhe në media. Duket se koha që fenomeni shkodran Louis Ailey ka kaluar ka qenë shumë e çmuar, jo vetëm për të, por edhe ndjekësit dhe dashamirësit e tij, të cilët janë të pafundëm.